Ish kryebashkiaku i Cerrikut që sot u bë ministër me legët tuaja dhe me pushtetin që i dhat ju, gjatë kohës që drejtoi Cerrikun nuk pati vizion, nuk pati investime reale, por vetëm keq menaxhim, neglizhencë dhe braktisje të banorëve të bashkisë. Sot Cerriku është në gjendje kritike, mungon gjithçka, mungon mirëmbajtja, mungon pastrimi i kanaleve, mungon kujdesi për lagjet e qytetit dhe për fshatrat. Ky është rezultati një drejtimi ku banorët e bashkisë nuk u menduan kurrë. Dhe lind pyetja e thjeshtë, si mund të kërkojnë besimin e banorëve anë mban Shqipërisë, një njeri që nuk mendoi kurrë për banorët e vendit të tij, sot e shohim të shkoj atje ku njerëzit janë të përmbytur, jo për t'i ndihmuar, po për t'i qetësuar me fjalë boshe, për t'i mbajtur në heshtje, sepse ai e di shumë mirë që dëm shpërblim nuk do të ketë, pasi edhe sot nuk është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Ata besojnë se shqiptarëve u mjaftojnë premtimet boshe, por gabohen, sepse jo të gjithë besojnë në gënjeshtra. Kjo është qeveri fasade, një model i pastër i keq menaxhimit dhe korrupsionit. Qeveria më e korruptuar në Europë. Prandaj mos ju besoni.